përshëndetje me përshëndetjen më të bukur, është një kohë e gjatë që ju jap lojme dhe dua ta bëj dallimin mes dy fjalëve që i përdormi, fjalës fe dhe fjalës besim. Për shkak se të gjitha këtë shkuptimet dhe përçarje dhe polarizimet në shoqërinë shqiptare vijnë pikërisht për shkak se nuk i përdormi këto dy fjalë në mënyrën e duhur për gjërat që paraqiten në shoqëri. Të mos mendoni se du ta injoroj fjalorin e madh që e ka botuar Akademia e Shkencave të Tiranës, nëse aty shkoni dhe e shikoni fjalën fe, mini herë gjeni fe besimin në një Zot apo në një Perëndi, pastaj e ki feja krishtere dhe e ki nklapa katolike, ortodokse, muslimane, mungon feja e hebrejnjeve dhe fe tjera. Sidoqoftë, unë jo një herë shumë herë kom tregu se fjala fe lidhet me identitetin tonë, me formën fizike tonë, kush jemi ne. Dhe më thonë lidhet me materialen. Prandaj është e udhës të gjithë ne që flasmi shqip, që duam të tregojmë se jemi të eliminuar, të ndriçuar, e duam të vërtetën dhe të bashkohemi si shqiptar, atëherë nuk do t'i përdormi me vend dhe pa vend, për shkak se ka shumë dallim nëse thu dogme fetare dhe dogme religjioze. Ka shumë dallim nëse thu kriter fetar dhe kriter religjioz. Pra, më së miri për grupet e besimeve të ndryshme që janë në trevat shqiptare, te shqiptarët, duhet t'i quajmë grupe religjioze të besimeve të ndryshme. Sikur që është besimi katolik, besimi ortodoks, besimi bektashian, besimi islam e të tjera besime që gjenden për momentin në mjediset shqiptara. Janë besime religjioze, disa prej tyre janë të organizuara pak më mirë, disa kanë trashëguar më shumë, dhe betejë ime më shumë është me organizimet e Islamska zajednicës, për shkak se ata besimin e tyre religjioz mundohen ta imponojnë si fe te shqiptarët, gjë që nuk mba. I kemi bashkitë islame në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Ata janë në një farë mënyrë tjetër imponohen te shoqëria shqiptare si shtet në shtet, dhe prandaj ata kanë problem me pranu shqiptarinë tonë si fe, për shkak se e luftojnë me mish shpirt fjalën fe. Në realitet, luftojnë të vërtetën e germës f dhe germës e. Feja është bashkëtingëllore, eja është zanore, feja është forma fizike, eja është energjia. Po sidoqoftë, ato kanë edhe organizimet e tyre, kanë edhe shkollat e tyre. Por, unë jam një prej tyre që kom ndjek mektebet, medreset, por në mektebe, medrese mësohet islami që unë sot e quaj kulturë turke, për shkak se kur kom qenë ato shkolla nuk kom mësuar Kur'an si që kom mësuar Kur'anin, kur kom desht bëha me vetëdijshëm, a du me shku në parajs apo du me shku në ferë, a kom qenë i manipuluar apo jo. Sidoqoftë, nëse themi besim islam, medrese, në medrese nuk mësohet shqiptaria. As besimi i shqiptarisë në medrese mësohet kushtimisht sot që është trend dhe këtë botën besimi islam dhe muslimanizmi, dhe të gjithë që dalin nga këto shkolla mendojnë se muslimanët kanë për ta sundu botën. Kjo është realiteti. A është në Kur'an tani? Nuk është në Kur'an. Tu ka fillu të unë mu rrit zgjimi im me bë hulumtime më shumë e kuptu. A është në Kur'an? Nuk është në Kur'an. Kur'an nuk e ke një frazë që thuhet dikun se ne kemi obligim ta bëjmë botën krejt si që jemi ne. Kjo pastaj e kënë kuptu është doktrinë e vëllezërisë muslimane të Egjiptit, Ikhwan al-Muslimin. Sidoqoftë edhe për religione tjera, edhe ato i kanë ato në organizimet e tyre. Pra, kur flasmi për besim, besimet e religioneve janë prezent dhe janë pjesë e jonja, por nuk guxojnë në asnjë mënyrë të prekin fenë tonë, shqiptarin tonë, se ne manifestojmë shqiptarin.
kurse medresja manifeston islamin, islamizmin, muslimanizmin, dhe aty nuk mësohet Gjergj Kastrioti, dhe askush prej atyre që kanë kry shkollat islamike nuk e preferojnë Gjergj Kastriotin dhe nuk e pranojnë Gjergj Kastriotin. Tho historia Skënderbeu ka luftuar qatë shumë për shqiptari, është pse ka qenë kohë, tjetër kohë, s'ka qenë kohë e kumbit atëre. Edhe pse ka qenë nipi serbëve, nuk u ka martu me serbë të njerë. Asu ka marrë shqiptari musliman me turk, me marrë kumbet vjetë kur kanë ardhur. Edhe Skënderbeu më thonë ka bu luftë kombëtare që tos mos po ma përbyr. Edhe pse kemi fakte, prova dhe argumente se Gjergj Kastrioti nuk ka bërë luftë për kryq, po ka bërë për shtet. Enciklopedia Osmane, që përbëhet nga 8 vëllime, është e përmbledhur nga historiani turk, që quhet Kolosi i historisë turke, shefi i historianëve, Ismail Haku Uzun Çarshëlla. Dhe unë mundohem të bëj përkthimin origjinal identik, pjesë ashtu siç e ka shkruar autori. Historia e pavarësisë së Shqipërisë. Skënderbeu, në qershor të vitit 1444, u përlesh me ushtrinë osmane të përbërë nga rreth 20-25.000 ushtar, me në krye me komandantin Evrenozade Alibeu në zonën e Dibrës. Në këtë përleshje gjakatare, megjithse u bë në humbje të mëdha, Skënderbeu e detyroi Evrenos Alibeun të tërhiqej nga betejë. Ky sukses u arrit me datën 29 qershor të vitit 1444 dhe kjo ditë u festua dhe u quajt dita e parë e lëvizjes së pavarësi. Pra sipas këtyre shënimeve, Gjergj Kastrioti dhe prijesit arbëror, datën 29 qershor të vitit 1444 e kanë quajtur dhe e kanë festuar si data e parë e lëvizjes për pavarësi të shqiptarëve. Kemi edhe luftën e tij kundër Venedikut, kemi edhe marrëveshjet e tij. Lufta e Skënderbeut me venecianët. Le të shohim atëherë se çfarë shkruhet në pjesën e tretë të vëllimit të dytë të Enciklopedisë Osmane, ku paragrafi i kësaj pjese është I Skanderbejn Venedik Lilerle Mücadelesi, lufta e Skënderbeut me venecianët. Në fund të viteve 1447, Skënderbeu u përball me një luftë me venecianët, të cilët kishin zaptuar tokat ku zotëronte Prens Zaharia. Dhe me datë 4 tetor të vitit 1448, në Lezhë u bë një takim dhe u firmos një marrëveshje dhe Danjuja pra vau idejës, ashtu si dhe më parë ju la princit që I takonte, pra Zaharias. Pra, ky ishte përshkrimi I autorit mbi betejën e Skënderbeut me venecianët dhe turqit osmanli në të njëjtën kohë. Nëse Skënderbeu ka luftuar kundër muslimanëve, unë se pranoj si hero. Fetar as kombëtar tani. Nëse ai më ka vrarë mua. Që s'u pranoj hero kombëtar tani. Pra këto thëmë, historianët e kanë për detyrë. Unë nuk I besoj historianëve të komunizmit. E pamundur që të lexosh këto shkrime dhe përmbledhje historike nga vet autorit turk dhe mos të ndjehemi krenare me luftrat që ka bërë Skënderbeu, mos të ndjehemi krenare me luftrat që ka bërë Gjergj Kastrioti, me trimërinë e tij, me vendosmërinë e tij, me guximin e tij. Duke parë këto shënime dhe duke lexuar këtë betejë, patjetër që ndjehemi edhe më shumë krenar që jemi gjak arbëror. Sidoqoftë që janë të arhivave të Turqisë, jo arhiva të Tim Shkupit të imamit shqiptarëve. Pra, ajo çka mund ta ndihmojmë më smirti shoqërinë tonë shqiptare të gjithë ju kur shkruani, përdorni religioni islam, religioni krishter, religioni ortodoks është besim shpirtëror. A mund të manifestohen ato, mund të manifestohen brenda grupit, po jo të morin karakteristikat shtetit dhe të shoqërisë, se atëherë bëhet kiamet, besoni që bëhet kiamet dhe vjen dënimi prej Ilahit për neve, për shkak se prek me atë ku nuk guxojmë me prek, me imponu besimin e një grupi të caktuar, qofshin edhe shumicë, qofshin edhe pakicë, mbi atë që quhet shqiptari, për shkak se në shkollat laike të arsimit mësohet shqiptaria, mësohet si me menaxhu njeriu jetën e vet, shtetin e vet, me ecë përpara dhe nuk mësohet ndonjë besim I caktuar për të imponuar shoqëri, kurse në shkollat tallëzojmë të besimit islam, të religionit islam, mësohet islami, muslimanizmi dhe manifestohet muslimanizmi ku një musliman është vëlla edhe me serbin, edhe me pakistanezën, edhe me rusin, edhe me amerikanin. E keni qartë ajo. Çka është
besimi i religioneve tjera. Si cili religion që ka një farloj besimi, se besimi o siguri në bërthomën e saj e ka pas dashsin. Çfarë pas dashsi ti e kur ti e privon shqiptarin mu bo bashkë, duke mendu se ti ki fe. Cilën febre e kiti? E shajnë qatë musliman që ju ka dhonë me hektar tokë, edhe i ka pru me jetu në Kosovë. Fejnë e sultanit e kiti feja? Cilën fe? Fejnë e Bagdadit e ki feja? Besimi është diçka tjetër, feja është diçka tjetër. Besimi është siguri, besimi është i fshehur. Si mundem unë më ta gjiku ti besimin? Mundem, s'kam ku një farë kapaciteti unë me gjiku besimin tanë ku beson ti, se besimi është i fshehur, është shpirtëror. Ti nëse e besoj Kuranin, ta ka thonë Kurani, në ajetin 3 të sure Al-Bakara, miniherët ka kallëzu se besimi përmenet për herë por fjala besim përmenet ajeti 3 i surës Al-Bakara, dhe besimi është i fshehur, është shpirtëror. Mirë, për kur ja futi e zonit 5 herë në ditë, ai nuk ku besim, ai është manifestim politik. Kur i zë ditën e premte rrugë e xhidetit, ne mund të asoj që ti po e thirë, ti stu po e thirë, po i lutesh Zotit. Nuk është besim, është manifestim politik, është miting politik për me kujtu se ti e kopil sultanit.